ka marrë frymën nga pagesë, nga shuma e madhe e paras që të kanë dhuruar, kush ka qenë një shumë ose shumë s'ta them unë, po një herë po. Ja, për shkakun do të bëj një pyetje unë ty. Në cilin ja do të bëj një pyetje unë ty. Në cilin qytet ti mendon që unë kam marrë më shumë lekë të kështu bakshish, po themi ose të hedhura? Kush është qyteti? Në një antikaveriu? Po thuaj një për shkakun. Ta them unë, Gjirokastra. Je shumë afër plak. Po. Dash veriu. Veriu the. Okay, s'm çova. Në një tropoj. Në një tropoj. Okej. Qyteti që unë kam marrë më shumë lekë është që unë kam bërë shumë pak dasma në këtë qytetin, dhe ti do të çuditesh, mund të kem bërë gjithsej 3. Pra në këto 5 vite ku unë në gjatë një viti realisht kam një numër të konsiderueshëm dasma, është në qytetin tim të lindjes, Korç. Dhe lekët, më shumë lek bakshish ka marrë në qytetin, madje kemi dalë edhe për portale atëherë sepse gabimisht, unë hodha një video duke mos menduar shumë gjatë, dhe e kishin marrë pastaj gjithë portalet e kishin hedhur. Kam qenë së bashku me mikun tim Beskallaku, ai këndonte, po ishte periudha që ne kishin nxjerrë patushën atëherë. Këngën, edhe çifti ishte, nuse ishte nga Korçë, ishte pak kështu. Po aty u hodhën shumë kështu të frikshme. I bëjmë dasma, ti bëjmë ne. Sa nuk ta them. Po ka qenë larg. Po e çuditshme, do të thon kur thua Korçë sepse ai tha Gjirokastër dhe gjatë kohës. Edhe se lidha unë, se thash nga që janë kërnace dhe thash mos ndoshta ishte një paradoks kjo, prandaj. Këta më pëlqen ajo Barceleta që ka filluar thuhet edhe shpesh tash toko në televizion që e diti nga se është krijuar Gjirokastra? Nga korçarë do lëshuar, e kupton ata që lëshonin dorë, ama dhe Korça është diskutuar që janë kërnaca. Po pra se janë paralele me financat. Edhe çuditshme që lekët më të mëdha i kanë hedhur në qytetin e Korçës.